Deputeti Albin Kurti Këmbgul t'i ushtroi të dy funksionet, pavarësisht që jurist e njohës të kushtetutës e bën të qartë sot e dje se nuk mund të jetë pjesë e ekzekutivit dhe legjislativit njëkohësisht. Pasi Kuvendi i Kosovës u bllokua në start të procesit të krijimit të institucioneve të martën për shkak të refuzimit të kryeministrit Albin Kurti për të dorëzuar dorëheqje formale, pushteti e opozita ka nisur betejën për fajësimin e njëra tjetrës për bllokimin e institucioneve. Kuvendi është zyrtarisht në ngërç procedural, por Albin Kurti nuk e ka as në plan të japë dorëheqje. Ai vetë është rikthyer në zyrën e tij të kryeministrit të mërkurën kur kabineti qeveritar i kryesuar prej tij meratoi disa vendime të reja në mbledhjen e qeverisë. Kurti tha se ushtrimin e kompetencave të kryeministrit në detyrë atij ia garanton ligji. Unë në emër të kabinetit qeveritar dje jam drejtuar Kuvendit Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dorëheqjen time nga posti ekzekutiv, veç se efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Më shumë se kaq nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Për të arsyetuar këmbguljen e tij, Kurti mori shembuj edhe dorëheqjet e kaluara të qeverive Thaçi, Haradinaj e Hoti. Sipas Kurtit, Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj, Avdullah Hoti e vazhduan detyrën si kryeministër përkundër faktit që qeveria u shpall e jashtëligjshme. Kemi nga e kaluara shembullin e ish-kryeministrit Thaçi që ndonse kishte dhënë betimin e deputetit në korrik të vitit 2014, kishte vazhduar të jetë kryeministër në detyrë deri në 10 orë të atij viti kur pat votuar qeveria e re. E kemi shembullin e ish-kryeministrit Haradinaj, i cili dha dorëheqjen korrekt vitit 2019, vetëm për të vazhduar tutje si kryeministër në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë Kurti në shkurt të vitit 2020. Gjithashtu e kemi shembullin e ish-kryeministrit Hoti, i cili mbeti në detyrë deri në formimin e qeverisë Kurti 2 në mars të vitit 2021, përkundër faktit që qeveria e tij u shpall e jashtëligjshme nga gjykata kushtetuese në 10 orë të vitit 2020. Letra e dorëheqjes të cilën Kurti ja nisi Kuvendit të Kosovës të martën pak para fillimit të seancës konstituive, sipas njohësit të këtyre çështjeve, Eugen Cakolli nga KDI ishte jashtë protokollit. Cakolli në një deklarim për paparacin tha se ministrat duhet të dorëhiqen secili veç e veç. Mjafton edhe me dorëheqjen e kryeministrit, nevojitet që secili prej 15 anëtarëve individualisht e veç të japin dorëheqjet në mënyrë që të procedohet me votimin e këtij raporti. Seanca konstituive Kuvendit të Kosovës, e cila u ndërprej të martën për shkak të hedhjes poshtë të raportit të Komisionit për verifikim të korumit dhe mandateve, pritet të thirret në një afat brenda 48 orësh.